Një 23 vjeçar ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar rënd në qarfshinë e Shkupit, ndërsa një fëmijë 2 vjeçar ndodhet në spital dhe është në gjendje të rëndë dhe kritike si pasojë e lëndimit në kokë gjatë festave të fundvitit. Këto janë të dhënat që ministri i punëve të brendshme Pançet Toshkovski i kumtoi një ditë pas festave dhe njoftoi se për shkak të shkeljes së ligjit dhe prishjes së rendit dhe qetësisë publike janë arrestuar 49 persona. Toshkovski gjithashtu tha se numri më i madh i të arrestuarve janë për shkak të tregtisë ilegale me lëndë narkotike. Në podraçjet në SVR Skopje, zëgjall. Në rajonin e sektorit të punëve të brendshme Shkup është regjistruar një ngjarje më serioze. Vrasje, ku për fat të keq jetën e ka humbur një shtetas turk. 7 persona janë lënduar nga përdorimi i mjeteve piroteknike shpërthyese, ndërkaq një person është vetë lënduar me pushkë gjahu. Gjithsej janë regjistruar 31 vepra penale dhe 25 aksidente trafiku, nga të cilët 2 me lëndime të rënda. Janë arrestuar gjithsej 49 persona për arsye të ndryshme, numri më i madh për tregti ilegale me drogë dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Duke folur për vrasjen e shtetasit turk dhe personin e dytë të lënduar në qarshi të Shkupit, Toshkovski tha se të njëjtit janë therrur me thik dhe se në ngjarje janë përfshirë numër i madh i njerëzve dhe tha se për këtë vepër ka edhe të dëgjuar, i cili aktualisht ndodhet në Arati. Ndërkaq, duke folur për foshnjën 2 vjeçare, nuk specifikoi se si fëmia në fjalë është lënduar dhe nuk specifikoi mjetin nga i cili i njëjti është lënduar. Edhe në doni po seriozni Një nga rastet që edhe mua personalisht më ka shqetësuar është ngjarja në cilën rënd është lënduar një fëmijë moshës 2 vjeçare që sipas informacioneve që kam dhe informacionet që mi kanë transmetuar mjekët kujdestar, i njëjti është në gjendje kritike. Bëhet fjalë për një pjesë metalike për cilën aktualisht nuk mund të flasim me shumë siguri dhe nuk mund ta specifikojmë. Ka shumë versione se si ka ndodhur ngjarja. Në përjashtim të rasteve të lartë përmendura, Toshkovski natën e festave të fundvitit e vlerësoi si të qetë dhe tha se këtë vit është ulur ndjeshëm numri i aksidenteve në trafik për dallim nga viti i kaluar. Sipas Toshkovskit, meritor për uljen e numrit të aksidenteve është sistemi Safe City. Shtoi se festimet në mënyrë relativisht të qetë kanë kaluar edhe në qendër të qytetit, ku është organizuar festa kryesore në vendin tonë.